Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku zbulon të vërtetën, ja çfarë ndodh në trupin tuaj nëse pini ujë me limon çdo ditë. Uji me limon nuk është vetëm një alternativë freskuese, por edhe një burim i vitaminës C që mund të ndihmojë në forcimin e sistemit imunitar. Mund të ndihmojë gjithashtu në rritjen e metabolizmit duke e bërë atë një zgjidhje popullore për ata që janë në dietë ose mbajnë një mënyrë jetese të shëndetshme. Ka disa përfitime të shtimit të ujit me limon në dietën tuaj dhe këtu ju do të gjeni disa prej tyre. Përmirëson shëndetin e sistemit tretës. Pirja e lëngut të limonit përmirëson shëndetin e tretës pasi limonët përmbajnë fibra të tretshme dhe sheqerna të thjeshtë. Mundet të përmirësojë shëndetin e zorrëve dhe të ndihmojë në uljen e niveleve të sheqerit. Uji i ngrohtë me limon i përzierë me mjaltë ka qenë prej kohësh një ilaç në shtëpi dhe është treguar se funksionon për ftohjet ose dhimbjet e fytit. Ndihmon në pastrimin e lëkurës. Pirja e ujit me limon është e mirë për lëkurën sepse limoni përmban vitaminë C, e cila mundet të ndihmojë në trajtimin e akneve. Megjithatë, kur limoni aplikohet drejt për drejt në lëkurë, mundet të shkaktojë acarim. Mbron nga anemia. Limoni përmban vitaminë C dhe acidin citrik, të cilat munden të përmirësojnë përthithjen e hekurit nga ushqimet e tjera që ham dhe kështu të ndihmon kundër parandalimit të anemisë. Edhe sjell një sër përfitimesh për shëndetin. Sidomos është e rëndësishme të shijoni ujin me limon në mënyrë të moderuar, në përputhje me nevojat tuaja dhe zakonet e të ngrënit. Limoni është agrume jashtëzakonisht e pasur me vitaminën C, e cila është e domosdoshme për shëndetin dhe paraqitjen e lëkurës. Përfitimet e kësaj vitamine për lëkurën, por edhe për të gjithë organizmin, mund të merren shumë mirë duke përdorur kurën me ujë të vakët dhe limon. Për këtë kurë mjafton të shtrydhni lëngun e një limoni në një gotë me ujë të ngrohtë dhe ta konsumoni në mëngjes. Përfitimet që ofron limoni për shëndetin. Lëngu i një kokër limoni përmban më pak se 25 kalori. E njëjta sasi është shumë e pasur me kalcium, kalium, vitaminë C dhe fibër. Të gjithë këto ushqyes ndihmojnë në gjallërimin dhe mirëmbajtjen e sistemit imunitar. Kësaj organizmi është ndjeshëm më i mbrojtur nga infeksionet. Për më tepër, limoni ka veti antiseptike dhe uji me feta limoni është plotësisht i rekomanduar për njerëzit që vuajnë nga problemet me zemrën. Në këtë video ju do të mësoni më shumë për përfitimet që ofron pirja çdo ditë e ujit të vakët me limon. Imuniteti dhe infeksionet. Limoni është një burim jashtëzakonisht i pasur me vitaminë C që e mbron trupin ton pavarësisht mangësive në sistemin imunitar. Limonët gjithashtu janë edhe të pasur me vitaminën C, një burim i shkëlqyer i acidit citrik, kaliumit, kalciumit, fosforit dhe magnezit. Fal këtyre ushqyesve dhe jo vetëm, pirja e ujit të vakët me limon parandalon në rritjen dhe në shumimin e baktereve që shkaktojnë sëmundje dhe infeksione. pH-i dhe detoksifikimi. Pirja e ujit të vakët me limon ndihmon në mirëmbajtjen e nivelit të pH-it në organizëm. Nëse ju e pini këtë lëng në mëngjes, do të përshpejtoni pastrimin e organizmit nga toksinat. Tretja. Pirja e rregullt e ujit të ngrohtë me limon ndihmon në rregullimin e tretjes, por edhe në prodhimin e lëngjeve tretëse. Gjithashtu, nëse ju e pini këtë lëng në mëngjes, ju do të përshpejtoni pastrimin e shëndetit të zorrës së trashë dhe gjithashtu ai shërben si një antibakterial shumë i fuqishëm. Truri, mëlçia dhe lëkura. Përveç ndihmës që ofron kundër të ftorës, uji i vakët me limon ndihmon në rigjenerimin e qelizave nervore. Në rastin e mëlçisë, uji i vakët me limon e forcon atë dhe u jep energji enzimave të mëlçisë. Sa i përket lëkurës, ky lëng natyral parandalon
formimin e akneve dhe rrudhave. Ai gjithashtu ndihmon në mirëmbajtjen e shëndetit të syve dhe, nga ana tjetër, i mbron ato. Nga ana tjetër, uji me limon ka përfitime dhe të hidratimit. Uji është pija më e mirë për hidratim, por disa njerëz nuk e pëlqejnë shijen e tij më vete. Shtimi i limonit rrit gjithashtu shijen e ujit, gjë që do t'ju ndihmojë ju që të pini sa më shumë ujë. Vitamina C, agrume si për shembull limonët, kanë vitaminë C, një antioksidant tepër i rëndësishëm kryesor, i cili ndihmon edhe në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi i radikaleve të lira. Limonët nuk kryesojnë në listën e agrumeve me shumë vitaminë C, por lëngu i një limoni siguron 18.6 gram vitaminë C. Sasia e rekomanduar ditore për të rriturit është 65 deri në 90 mg. Pesha. Ulëmtimet gjithashtu kanë treguar se antioksidantët e polifenolit, të cilët gjenden në limon, munden që të zvogëlojnë ndjeshëm shtimin e peshës. Megjithatë, është e paqartë nëse rënja në peshë vjen nga fakti që njerëzit pinë më shumë ujë dhe ndihen të ngopur apo para nga lëngu i limonit. Lëkura. Vitamina C te limoni mundet që të ndihmojë në zvogëlimin e rrudhave të lëkurës, të paksojë lëkurën e thatë nga plaket dhe nga dëmtimi i diellit. Se si uji përmirëson lëkurën është e diskutueshme, por një gjë është e sigurt. Nëse lëkura juaj humbet hidratimin, ajo bëhet e thatë dhe e prirur për rrudha. Një studim laboratorik i vitit 2016 tregoi se një pije me bazë agrumesh ndihmoi në parandalimin e zhvillimit të rrudhave tek minjt. Tretja, disa njerëz pinë ujë me limon si një laksativ ditor në mëngjes për të ndihmuar në parandalimin e kapsllokut. Pirja e ujit të ngrohtë ose të nxehtë me limon kur zgjoheni mundet të ndihmojë sistemin tuaj tretës. Frymëmarrja. Uji me limon shmang erën e keqe të gojës pas ngrënies. Limoni mendohet se stimulon përshtymë dhe uji ndihmon gjithashtu në parandalimin e tharjes së gojës, e cila mundet të çojë në erë të keqe të shkaktuar nga bakteret. Gurët në veshka. Acidi në limon mund të ndihmojë në parandalimin e gurëve në veshka. Uji me limon është përgjithsisht i sigurt për të pirë, por ka disa efekte anësore të mundshme. Limoni përmban acid, i cili mundet të gërryejë smaltin e dhëmbëve. Për të kufizuar rrezikun, pini ujë me limon përmes një pipe dhe më pas shpëlajini gojën me ujë të thjeshtë. Kur bëhet fjalë për urthin, uji me limon mund të ketë ose efekt negativ ose pozitiv. Acidi me limonin mundet të shkaktojë urtë tek disa njerëz, të tjerët përjetojnë lehtësim nga urthi pasi lëngu i limonit bëhet alkalin, duke zvogëluar aciditetin në tretje. Në mënyrë që të keni ndonjë përfitim shëndetësor të ujit me limon, duhet ta pini atë vazhdimisht dhe të përdorni limon të freskët. Për të përgatitur ujin, shtrydhni gjysmë limoni në 250 ml ujë të ngrohtë ose të ftohtë. Mund të shtoni nenergjik, xhenxhefil, kanellë e të tjerë. Nëse simptomat tuaja zgjasin në kohë dhe janë kronike, e mira është që të paraqiteni tek mjeku për të kryer vizitat e duhura mjekësore dhe për të marrë këshillimin e duhur. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Gjithmonë, nëse vëreni efekte anësore,
Nuk duhet të vazhdoni me këtë recetë.